thuash pasaporta europiane 2013. Mund t'ja thuash atë, po aty ndoshta interesojnë gjëra më të tjera. Unë mendoj që fermerët dhe veçanërisht banorët e rrethinave të Tiranës mund t'ja u thuash këtë, sepse gjithmonë të përgjigjen dhe të thonë shumë fisha të kësaj gjëje. Një pjesë e mirë kanë jetuar një periudhë kohe jashtë Shqipërisë dhe janë kthyer këtu sepse kanë shanse më të mira që me produktin e punës tyre, me produktin e tokës tyre, të jetojnë dhe të jetojnë mirë. Kështu që patjetër që pasaporta europiane është një alternativë më tepër për fëmijët e tyre. Patjetër që pensionet, duke çuar minimalin 200 euro deri në vitin 2030, do të përfshin pjesën dërmuese të fshatrave, ku sigurisht skema është shkatruar që nga vitet 90 e mëtej, dhe ka tani më vetëm 11 vite që me skemën e re, me rritjen e pagave që është bërë 2 vitet e fundit, është dhe mundësia për ta ndryshuar këtë. Kështu që patjetër që i diskutojmë të gjitha këto pikat, të gjitha problematikat e tyre. Dhe unë mendoj që mund t'ju thuash shumë çka, sepse janë banorë të Tiranës madhe. Dhe patjetër që ky akses i drejt për drejt që kanë, në diferencë nga zona ime e mëparshme, pra Rogozhina dhe Kavaja, ky akses është akses më shumë në tregje, më shumë në mundësi logjistike për të lëvizur ato që janë produktet e tyre, më shumë në mirëqenie dhe në shfrytëzim të plotë potencialit të tokës që ata kanë. Zoti Xhavi, duhet ndalem pak tek kjo pasaportë europiane. Realisht, sa e mundur kjo? Ju pyet se në cilësinë e ish zëvendës ministrit jashtëm, edhe në cilësinë e një njohësi shumë mirë marrëdhënie ndërkombëtare. Sekretari Komisionit Politikës Jashtme. Kështu që e di shumë. Unë mendoj që është premtim elektoral apo është gjë e realizueshme? Është një premtim i cili ka parashikuar që në momentin e parë që u bë gjithë ato punë masive që është bërë dhe që duhet bërë këto 2 vite. Ne kemi një shans shumë të mirë geopolitik dhe geostrategjik, kur Europa pas shumë vitesh që u kalua, le të themi, në një nivel më të largët Ballkani Perëndimor, po shikon gjithmonë edhe më tepër që konsolidimi nuk mund të ndodhi duke pasur xhepa të ndryshëm ku mund të ndërhyjnë dhe palë të treta, dhe përkundrazi puna që është bërë nga qeveritë e vendeve të Ballkanit Perëndimor, veçanërisht Malizi dhe Shqipëria në këtë drejtim, ka qenë gjithmonë drejt kësaj aspirate dhe ambicie për të qenë pjesë e asaj Europës që ka vërtet rëndësi, qoftë ekonomike si një treg unik, qoftë si një union europian. Ajo që e bën premtimin shumë afër realitetit është puna që duhen bërë këto 2 vite deri në fund të vitit 2027. Sepse tani që po hapen të gjithë grup kapitujt, dhe besoj që deri në vjesht do i kemi të 6 grup kapitujt të hapur. Do duhet që tregojmë avancim në të gjitha drejtimet. Dhe i gjithë ekipi që nga krye negociatorja deri tek ata 1000 ekspertë nga institucione ndryshme të cilët janë në shkëmbim të vazhdueshëm informacioni me Bashkimin Evropian, janë një shans shumë i mirë për ne që në këtë moment që kemi dëshirën dhe vullnetin që kemi pasur gjithmonë, nga ana tjetër kemi ekspertizën e duhur, sepse kemi vite që përgatitemi për këtë moment, kemi sigurisht edhe, le të themi, shtysën edhe politike për ta bërë këtë gjë të ndodhi sa më shpejt. Ne na duhet që pjesën teknike, pjesën që na përket ne, ta mbyllim deri në fund të 2027-s dhe sigurisht të kemi lobuar dhe të vijojmë lobimin pastaj për të marrë ratifikimin nga parlamentet e ndryshme apo në ato raste kur ka referendume nga vendet e tjera të Bashkimit Evropian. Gjë që në këtë moment duket tërësisht e dukshme, Shqipëria nuk ka asnjë problem strukturor apo shkëmbimesh apo incidentesh apo problematikash me asnjë nga 27 anëtarët e Bashkimit Evropian. Dakor, por zoti Xhavi, dikush mund të thotë dhe është thënë që kjo ishte vetmja kartë që kishte Partia Socialiste për të premtuar, sepse ka premtuar në 2012 U24 orë nuk e ka realizuar akoma dhe nuk mund të shkojë qytetarëve. E di që buzëqerës është një nga diskutimet që bëjmë më shpesh. Një nga diskutimet që e kemi bërë 3 herë të fundit. Po, mora si shembull, ose nuk mund të premtoj diçka tjetër që nuk ka pasur mundësi ta bënte në 12 vjet dhe nuk e ka bërë dot. Dhe u gjetë gjitha kjo gjëja si mënyra e vetme që Partia Socialiste ti qasësh e qytetarëve me idenë e pasaportës europiane 2030. Unë jam tërësisht kundër kësaj. Si gjithë herët e tjera. Pra po ja argumentoj. Së pari, nuk ka asnjë vend në botë që nuk ka më nevojë për qeveri, pse janë mbaruar gjitha punët. Nuk ka nevojë për qeveri, por nuk ka çfarë premtoj për 4 vite të tjera ku ka pasur 12 vjet mundësi. Shikoni, po ju jap një shembull nga projektet e ujësjellsave. Projekti i ujësjellsit kur bëhet me parashikimin e rritjes demografike të një zone të caktuar. Jeni dakord deri këtu? Dakord. Pastaj kalohet në studim 2 apo 3 vjet dhe pastaj unë fjalës së kryeministrit për një zonë të partisë tuaj që do jetë hera fundi që do bëjmë fushat me ujë. Për një zonë si le të themi Golemi i Kavajës. Ku nga rritja normale nominale demografike me 3 deri në 8%, rritja në sezonin veror
vjen me qindra mijë turist, sigurisht që nevoja nuk përmbushet me atë studim që është bërë para aq kohësh. Dhe rritja e Shqipërisë nga 1 milion në 11.7 milion turist, siç kishim vjet, sigurisht që do krijojë nevoja dhe sfida shumë të mëdha në infrastrukturë. Partia Socialiste nuk kishte vetëm gurin e Bashkimit Evropian për të luajtur, le të themi. Patjetër që diferenca që është bërë, që nesër kemi Giro d'Italia në Tiranë, apo jo? Po, kemi në mbyllje fushatë. Ka qenë e pa imagjinueshme deri para 10 vitesh. Për 7 ditë kemi samitin politik të Bashkimit Evropian, pas disa samiteve të tjera. Giro d'Italia do jetë një vitrinë jashtëzakonshme për promovimin. Kam pyetjet e mia, por nuk jeni ju personi që duhet ja bëj këto pyetje, kështu që unë nuk po mendoj që ju do ngarkoj. jetë një promovim i jashtëzakonshëm për Shqipërinë, për ato bukurinë natyrore që ne kemi dhe sigurisht edhe për njerëzit. Dhe mendoj që do jetë, le të themi, një kartolinë shumë e bukur nga Shqipëria. Dhe e domosdoshme në këtë moment, sepse ky është një moment ku ne po i thyem një herë mirë historitë tona me tranzicionin 35 vjeçar që vazhdon edhe qirret televizioneve duke treguar njerëz me gisht majtas e djathtas e duke hedhur balt. Ujë do kemi 24 orë apo jo? Patjetër që do kemi, në Tiranë patjetër. Në 2029. Deri në fund 2029 do kemi? Patjetër është duke u bërë një planifikim, por duhet kemi parasysh një gjë, si çdo familje, edhe një, le të themi, shtet i duhet të zgjedhë prioritet. Ne i duam të kemi gjitha tani dhe ne do donim të kishim pasur mundësitë financiare dhe ekonomike të kishim bërë gjitha. Dhe rritjen e pensioneve, dhe rritjen e pagave, dhe investimet e mëdha në infrastrukturë, dhe aeroportin e Vlorës, dhe korridorin blu, dhe do të gjitha këto. Do kemi aeroportin e Vlorës, por pak do bëhet dhe ulje e parë, kështu që si vlonjat besoj ndjenjë krenaria apo jo? Ndjem krenar, sigurisht që ndjem krenar, sepse do i mundsoj Vlorës të bëhet akoma dhe më i njohur dhe të marrë atë vendin që meriton, si besoj unë qyteti më i bukur në Shqipëri, po. Kjo nuk takon ta thuash në këtë moment deri në 11 maj, se jeni qarku me Tiranës, nuk jeni në Vlorë, kështu që gjëja kryesore votët i kërkon qarku, se ishte përbatur. Gjëja kryesore që na takon të bëjmë si politikanë është jemi të vërtet me veten dhe me ata që na votojnë dhe na mbështesin. Unë nuk do rri të mohoj nga jam për të bërë sikur jam nga një vend tjetër. Ata që janë mbështetësit e mi që kanë qenë Kavaj dhe Rogozhin apo në zonën e Petrelës, Baldushkut dhe Farkës, në asnjë moment nuk ju jam shitur sikur jam tiranec. Kështu që e din, e dallojnë aksentin. Se ka pasur shumë kandidat nga gjithë forcat që janë munduar të ndryshojnë edhe mënyrën e folurës për shtatën me ata që kërkon votë. E ka bërë dot të gjë atje? Ndodh. Ndjesë ndërtohen me Për ca nuk ka problem fare. Ndodh për ca shprehje që kur ti shpenzon shumë kohë në zonë, fillon edhe i merr. Okej. Për shembull, i merr për shembull. I merr nga zona dhe pastaj të kthehet. I merr që e ka në Kavaj. Për shembull, un kam pasur një shprehje që sa herë e thosha kur kthehesha në Vlorë, më thoshin, "O vlla", se është pyetja çyshje. Çyshje. Që përdoret gjerësisht në Kavaj dhe Rogozhin, por që është ndryshe në Tiranë dhe është ndryshe edhe në qytete tjera. Ca gjëra i merr patjetër, sepse kur ke lidhje me njerëzit, komunikon me ata, duhet të gjesh një gjuhë të përbashkët për të komunikuar, asnjëherë për të gënjur. Okej, zoti Xhavaj, se di që keni angazhime dhe duhet vjone fushatën dhe vlerësoj shumë gjithë kohë. Kam një diskutim të fundit. Po. Sa është gara brenda llojit? Ndje se përdor këtë term, por gara brenda partisë, pra gara mes veti. Se duket sikur nuk është aq e lehtë. Edhe pse duket sikur në ekran ju hiqeni sikur që shka është fush me lule, jeni e doni shumë njëri tjetrin, përqafoheni, por në vërtet jeni gjithë kundërshtar. Nuk jemi kundërshtar, jemi rival. Rival, okay. Pra, ju e thatë shumë mirë që në fillim pyetjes, është garë politike dhe është garë qoftë për relevancë, qoftë për mbështetje, qoftë për të mbledhur vota. Tani për ne, dhe këtë e themi pa ndonjë, le të themi, justifikim. Është shumë e rëndësishme që Shqipëria të vazhdojnë drejtimin që ka marrë, për fëmijët tanë që po rriten në këtë vend. Është shumë e rëndësishme që të mos kemi rënje dhe kthime pas, se ato që konsiderohen alternativa politike janë në fakt të njëjtat zgjedhje apo zgjidhje të pa gjendura kurrë që Shqipëria ka provuar 15 vite në pushtet. Prandaj kjo është primare dhe vota për numrin 5, pra për Partinë Socialiste dhe për qeverisjen sigurisht është primare. Thënë kjo, gara mes kolegëve nuk është vetëm për vota, është edhe në parlament për të shprehur për ligje, për të sjellë propozime, për të mbajtur qëndrime, se në fund ditës ne jemi gjithë përfshirë politik, jo vetëm për të thënë po apo jo, por për të mbajtur qëndrime tek gjërat që ne i besojmë si të vërteta. Dhe unë mendoj që është një garë e cila patjetër po zhvillohet, mendoj unë në mënyrën më pozitive